çfarë ke? Nuk kam asgjë. Po ti s'ke fjetur gjumë gjithë natën, je ngritur disa herë nga krevati. Nuk kam pasur gjumë brëm. Kishe ndezur dhe një qëri, për kë e kishe ndezur? Për vete. Për vete? E për çfarë i luteshe? Dëgjoj, merri këto dhe në bli diçka për hallën. Ndërkohë takohemi atje, dakor? Lola, çfarë ke se s'po të marrë vesh? Ku po shkon? 3 herë je ndruar sot në mëngjes. Ty do t'jap llogariun. Po Lola, çfarë ke se po na luan mend së gjithëve ke 2 muaj? Mirë pafshim era. Po Lola. Nga kështu ti më era, me gjithë këto boqe. Ja erdha mora një 2 plaçka këtu se kemi një 2 ditë që po flim ande nga halla, është pak si pa qef. Po ti Bedri e mirje? Mirë. Të kam parë me atë zonjën tënde në një alamet makina. Të është rritur pjaca, ha? Që pjacë më era, më shpirti Bedries. Unë pastruse jam, shërbëtore. Më tërguam diku për të quar një plaçkë. Për rrahjen e kolit. Vetëm neve nuk kemi botuar gjë. Po ju vetë në thatë, shef, që ne nuk do të botojmë për të punë. Po ju thash, po mendova që ta kalonim në heshtje këtë histori si një rast ordiner, kurse të tjerët kanë mbushur dhenë, ja, shiko. Rrahje politike e gazetarit Sokol Gjata. Ja fusin kot, ja kjo tjetra. Segmentet të pushtetit godasin shlypin e lirë, edhe kjo ja fut kot. Ja. Gazetari, viktime krimit të organizuar. Gjepora! Gjepora. Megjithse kjo e fundit nuk ja fut fare kot jo. Se do të bëhet hero, zoti Koli. Pasi? Do të fusi hundën atje ku ja presin. Po, do të fusi kokën atje ku ja shtypin. Ashtu si ja shtypin. I kam thënë 100 herë, shef, 100 herë i kam thënë, po ai nuk merr vesh. Ai është kokrisur. I krisur është vërtet ai, po është gazetar më, edhe trim, edhe jo si punë jote. Që shkon merr atë kronikën e zezë tek Ministria e Rendit, edhe neve e botojmë pastaj si të gjitha gazetat e tjera, si? Aty ku do të futet ai shef, nuk hyn dot kollaj, jo. E paguan me kokë. E pata para lajmëruar që të kishte kujdes.
Ti ishte me mënë në kokë mësë të pronte. Megjithse pena ti më pëlqen se me shkrimet e ti ne vëshesim gazetën. Po ja që darë dhe ka bishin brava, shef. Ata që bën këtë gjë mund ta bëjnë me secilin nga ne, e sidomos me ty, që je kryeredaktor. Po pse, si kujtonte se nuk më kanë kërcënuar? Edhe ofertë me para më kanë dërguar më vetëm për ta mbyllur këtë histori që pa hapte koli. Po nuk më shkonte mendja të arrinte punën deri këtu. Janë të rrezikshëm, shef. Të bën gjë më nuk e shqypëshish. Ja prit sot kur të marrësh një kërcënim tjetër. E bën që sot mëngjes. Po si? Duan që gazeta të përgënjeshtrojë këto që ka shkruar ty Koli. Ta shkruaj për gënjeshtrim, shef. Ta shkruash ti, kush tha që ta shkruash ti? Jo, mendova me qenë se ju jeni shumë i shqetësuar. Çfarë shqetësuar, pa los mend, kupton apo jo? Përgënjeshtrimi në një farë mënyrë është vetvrasje, po edhe mungesa e përgënjeshtrimit është vrasje. Po kush i thot aty të fusi kokën në për të gjerizë? Ore, kupton ti që puna jonë është punë moti me rreshtë. E moj motor, si mu gëdhive sot? Një loj e dura, një loj. Gjithë natën s'kam vënë gjumë në sy, po qadhimi, morën shpirtin. Veshkat janë të tmerrshme. Vetëm lëngu i mustaqeve të misrit ju bën ndërman. Mustaqe e bishta që shije. Tëra i kam pirë, asgjë. Doja të çohesha të shkoja në vask me ujë të nxehtë, pa s'kisha fuqi nga dhimbjet. Po vajzat këtu i kishe pse ti kam dërguar? Janë të reja, më vjen keq. Pastaj Lola gjithë natën s'kam vënë gjumë në sy. Vinte vërdall në për shpip. Edhe këtu erdhi se çmori, unë bëja si kur flia. Kur erdhi në mëngjes i kishte sytë e enjtur. E pyeta çfarë ke, asgjë s'tregon. Vuan shumë ajo duro. E ç'na jeti me këtë vajzë? Ka një brengë të madhe. E di, po. Po tani ku është? Po më tha që do vinte të merrte ndresa ndaj nga shtëpia. Po era? Shkoj me ta. Edhe ajo mu duk shumë e mërzitur. Po si mos mërzitet. Vllai në burg, motra goj kyçur. Nuk e di, po kus në vete mendja. E ç'do na bëjnë në një proçk, po më luan te Peleku. E ku do shkosh tash? Po do vete njërë nga policia. U bë javë. I kam thënë betimit të më gjej një copë flet hyrje. Dua të takoj atë shiton. Do shkosh te Flori? Do e mos. Më merr malli. Shpirti hallës. Kanë rrau gazetarin që mbrojti Florit. E kanë masakruar. Ç'bëhet kështu? Hajde fol po desh. Thuaj të vërtetën.
Çfarë ka ndodhur, Koli? Çfarë janë këto që shkruajnë gazetat? Ra, ulo qetësoj. Po shkemi këto me këto janë proshkullat e gazetarëve tanë. Veta në shtëpi nuk e gjeta. Nuk është në shtëpi. Në spital. Jo, është jashtë qytetit, e ka nisur për të qenë më i qetë. Po nuk më del as në celular. Celularin e ka prokuroria, ata mund t'i bien dhe nga momenti në moment ne mund të bijmë gjomët e tyre. Po mirë, dihet ndonjë gjë, kush e rrau? Jo, nuk dihet gjë. Ne ishim disa, sapo ndam, ata ju sulën. I njohet ti? Jo, jo. Vetëm zërin e njëjtë atë po. Ata e mbajnë më shumë mirë. E kanë dëmtuar shumë, e kanë plagosur. Po jo, për të plagosur jo, ka marrë disa dëmtime këtej nga brinjët, por pa ndonjë rrezik fare. Shtreqin patën me Kolin. Rrezik për shkrimin e fundit që ka bërë për Florin. Po sigurisht pse tjetër. E di që e kishin kërcënuar, i thash i t'ishte dorë, po s'më dëgjoj. Era, ne jo futëm kësaj historie dhe nuk do ta lëm në mes. Edhe ti tani. Koli ka lënë një shkrim për gjysmë, atë do ta mbaroj unë. Dëgjoj, nuk i gjendet filli kësaj historie. Era, unë do të takoja pak dajën tënd Betini. Daja. Po. Dua të dëshmoj si dëshmtar. Nuk do ishte më mirë ta lini të fare këtë punë. Era nuk mundet. Po shumë e rrezikshme, e kupton apo jo? Po pikërisht, prandaj duam kaq shumë këtë drejt profesioni. Futem pak, lutem se... Mirë, dakor. Zotri. Më falni, zotri, më falni. Urdhër, zotri. Mos jeni gjë baba i Florit? Po, unë jam. Ti e di Balje, ai boksier i famshëm? Ke qenë kush e di sa vjet kampion. Ajde, të shkuet a rrugën e zotri tash. E di Bali, Toreze vjetër. Kështu më thonë gjithë. Edhe si është puna? Mora vesh që të kam plagosur djalin edhe të kanë sjellë këtu. Më ka ardhur shumë keq. Ç'të bësh kështu e ka jetë? S'po kuptoj që lidhje ke me djalin tim. Tani lidhje, si po them edhe unë. Unë u përpoqja për mirë, domethënë. U përpoqja për nuk na eci. Mbase jam edhe unë çik fajtor. Fajtor? Mos je gatrore time si punësh që akuzojnë djalin tim? Jo, zotri. Unë kam qenë vetëm boksier. Që ke qenë boksier e di unë? Unë kam qenë në kinostudio, kam bërë i dokumentar për ty. Ke qenë i famshëm. Më duket se pastaj të rrasën brenda me tentativa rratisi. Kështu vajte ajo punë pastaj. Ky krenar ti është ngri e kokën. Liri demokraci kërkove gjatë here, para Saljes e para Fatosit. Çfarë ti bësh? Po mirë, me Florin, s'po kuptoj ç'të lidh me Florin. Unë kisha shumë besim tek ai. Domethënë doja ta bëja boksier të madh. Lere mos e nga se sa i marrë më. Shiko se këta nuk më lanë të takoj. Prandaj, të lutem shumë, jepi këto 3 paketa për me je. Faleminderit shumë. Edhe jo, Flori është Gjevahiri djalë për... Gjevahiri të barë në qafë. Jo dhe nuk. Era, O, Rugen, e di që po nxituam, po a mund të shkëmbim 2 fjalë? po patjetër ja duke hecur. Megjithse e di se çfarë do më thuash. Po sigurisht, midis meje dhe Lolës është krijuar një gjendje që unë nuk arrit ta kuptoj. Dgjoj Rugen, ajo nuk ka asnjë gjë me ty. Po kam telefonuar dje gjithë paraditën dhe nuk më është përgjigjur. Pavarësisht se e dija që ishte në shtëpi. Jo, dje paradite nuk ka qenë në shtëpi, kemi qenë të dyja diku. O Era, çfarë ka Lola? Dgjoj, është thjesht pak e stresuar. Është vizituar. Jo, nuk është vizituar. Merr disa qetësues, po do bëj një konsult më vonë. Po ti je i bindur që të do dhe të do shumë.
Edhe nëse më dërë. Mirë, mirë. Ja, qoftë. Jo, ç'të thuash? Mirë. Aty për jashtë dhe takova një moshatarin tim, një ish boksier. Ai mi dha. Diku? Dik Bali. Në fillim bëri sikur s'më njifte. Dhe pas ka marrë vesh edhe Diku. Po ti më njeh Diku? Ma kemi pas boks dikuar me të rinjtë e Tiranës. Si ishte në gjallë kush e di se çfarë ai, ma vonë bë kampion. Pa ta hik në kino studio unë. Bën edhe në boksier tash, a? Pse ti kujt i gjallë? Dardha në ndardh bie. Po ti ç'lidhje ke me Dikun? Diku pra është ai që do më bëjtë kampion në Greqi. Pastaj përfundova atje te stallet derë. Për zotin. Më mirë të kishe qëndruar këtë derrat se sa përfundove këtu. Kështu thoti. Kështu ke thënë gjithmonë ti. Po Lola si është? Mirë, nuk është keq. Po prap. I thash edhe Daris të nxjerrë një lekë, desha të takoja. E di, mora vesh. Po nuk do, a? E rëndë male ka me të të. U lodha me gënjeshta, nuk mundëm. Që të bëdhe unë babe man telefon nga herë, dojë ku gjejë celular. Që të thërë? Si do i shkoj halë i kësaj pune, nuk e di. Marë mirë dhe marë si kemi përkeq njeriut, si kemi hyrë në akas kujt. Jo, thëshë në mame. Para për të paguar më kam. Më ndihmoja i jari, kom shiu që kemi sipër. Më takova me një politikan të madh. Edhe? Më tha shumë fjalë të mira. Të ragjë është padlave kështë? Jo, ishte goxha burr, seriozisht e kam. Më priti shumë mirë, goxha burr ishte. Në fund më shoqëroi edhe. Prit gishtin tash. Ç'të bëjmë? Kush të na ndihmoj tjetër? Le që ty s'të ndihmon as daja yt. Or baba, avokati më tha që do dalë shumë shpejt. Avokatët duan miliona më mirë. Ku do t'i gjejmë? Si ku do t'i gjejmë për shoku Darjes? Po ka shok para janë. Qa fletën ati? Me gjithët e do të shkoj njerë sot shohin, se si i kanë kurdisur telet. Si do që tjetë unë do të dalë. Jam i pafajshëm, e kupton? Jam viktim. Viktim jemi të gjithë. Po ti je viktim politike. Qa viktim politike? Kur do në viktim politike unë mërë babë? Që është kjo viktim politike? Falë. Po pse bërtet mërë birë? Pse nervozohesh? Ç'ke bërtet? Po je mërë. I dënuar politik je. Edhe me të dalë nga burgu,
do bëjmë ç'është e mundur që të hikim të gjithë familjarisht në Amerikë. Por që të kërkosh strehim politik në Amerikë, duhen dokumenta, duhen fakte, duhen sqarime. Do t'i gjejmë edhe dokumentat, edhe faktet, edhe shkrimet në gazetë. Kanë marrë strehim politik në Amerikë, njerëz që se kanë merituar hiç, jo ne që e kemi me drejtë. Të dalësh ti nga burgu pa do shofësh. Do gjejmë edhe gazetar, edhe fotografi, edhe dëshmitar. E doja dërgojmë të gjitha sa të atje në Amerikë. U bëja pa dërushme, nuk ka pjetë ma në rëndat. Si nuk e kuptoni që nuk e duroj dot më këtë gjendje mër burri dheut? E pse? Gjithkohës i mbyllur, gjithkohës me frikë. Ju nuk palçani kokën fare për mua. Sprodhjak, që kur ke filluar ta ngresë zënin kështu ti? Jam shumë i stresuar më shef, po pse nuk më nisni jashtë mër burri dheut? Ato puni tim ne. Qëndro ty ku je dhe do bësh çfarë të thonë. Si po mua më kërkon policia, si? Policia nuk di asgjë për ty. Po mirë, do dali Flori nga burgu, do më gjej ton vrasi. Florit i kemi gjetur avokat. Pse nuk e ka gjetur vetë avokatin ai? Ata ja kanë gjetur, por e paguajmë ne, është njeriu ynë. Alo. O shef, alo. Shikoj pak këtë nga Bukur! Bravo! Unë marr mjeshtër. Oh, po ti këtu. Si jam ai mirë, si dukesh? Apo kështu jeni ju, si zojt. Shkojnë edhe prap, vini po lënë vjetër. Pas ke bë gjithë këtë do të falë. E mrekullueshme është. Edhe fal presidentit të këtij klubit që më mori si një trajner. Ke për të parë, nga këto palestra kanë për të dalë bokserë të mëdhenj. Bëhet shumë qefi që po të shoh tash këtu në beton. Po ti e di që boksi ka qenë jeta ime. Edhe kjo palestër është ëndra ime. Edhe ti bësh bërë bokseri i madh. Si ti mori Perëndia mend edhe ngatrohesh me këto pistollë mondial. Lene punën time. Jo. Edhe ti edhe Flori keni qenë bokser të mrekullueshëm, edhe njerëz shumë të mirë. Shumë të bën. Flori në burg, ti me këto drejt pistollë. Shiko më se ka ta ndisur më. Diku. Ai lëm këtë muhabet. Po Flori si është Flori? Mirë? Si në burg është. Po kush çaj qenë që do të kavriste. O Diku. Ai lëm këtë muhabet po thënë. Flori ka qenë djalë i mirë shumë. Diku. Po plas për shokun tënd valla. E di po nuk kam marrë për këtë punë. Kam të trao. Çfarë halli? Më nxjerr dot në Greqi po pa e marrë vesh njeri. Si të nxjerr? Pa e marrë vesh. Po më nxjerr. T'ja punë sa dush, $2.000-3.000 sa. Marrë djalë me këm ngatron ti. Çfarë jam? Trafikant jam? Ore, o Diku më nxjerr dot apo jo po them sa do $5.000, 6.000 sa do. Çfarë ke bërë mordial? Me çfarë pistollë shkatrohesh mordial? O Diku, po Florin e nxorret i mua jo? Po Florin e nxorra se do të bëj kampion, edhe jo të këshijej. Edhe thoshe që të kam si djalin tat, Po more, se si djalë të kisha. Kurse ti do me thonë nuk bëhet gjë, As që mos të të shkojnë në përmend ajo punë. Nga kjo palestër do të dalin kampion të mëdhenj. Nuk është kjo palestër gomone. Hajde, Turi, hajde boks. Hajde. Hajde Zazan. Kujdes. Hajde. Ulu. Abra, bukur. E këty po vija. Të një tjetër që kemi. Dhe më pyet ç'kemi? Ti që më nxive jetën?
Unë të nëziva jetën. Unë kam zjerosur timen o mikës. Ku më del boja për që? Si e ke hallin? Hallin? Po pse, nuk ma di ke hallin ti mua? Nuk mjafton që ma more vajzë dhe ma shpure andej, por edhe vazhdo ke akoma. O njeri, thirri mëndjes, se kemi bërë një herë këtë muhabet, andet, a iku vetë. Dhe unë e lija vajzën që të vinte të kju sepse më duke shit njerës të ndershëm. Kurse ju pas keni qenë... Të lutem shumë thirri mëndjes. Familje trafikantësh. Trafikantësh? Po unë ja kam hapur derën vajzës tëlle, sepse jam mbyllje ti. Po, edhe telefonin. Ja hapje ty se jam mbyllje unë. Po, sepse vjen jo të shoqe të flasat në telefon, se ti e ke mohuar vajzën tënde. Jo ku do të alija si ty. Jam në burg, trafikant. Vajzat po kanë marrë rrugët. Ti të zësh me doj vajzat e mija? Shkore të po të qafën e mos më bejtë në nërë këtu në mes të rrugës e ty. Në qova që i me shoqe vjen edhe njerë të ty, të folur në telefon me ti me bitë, do të dajmi shumë ke. Dhe të shoqe shko zgjili e sakit aty të shtëpi tënde dhe mos më qaj kodën shumë. A bjo e të shtu si po të them unë ty. Ik të them. Që do të bëj atë që s'ka pret më dhe. Kush ti mua? Kriminal. Unë kam ardhur këtu të paralajmëroj. Ik shtu ku për të. Unë dëgjova që i me shoqe vjen të ty e gjafën më të. Kështu pra deri tani nuk ka asnjë shenjë të atij që qëndoi Flori. Duket sikur është dora e një rrjeti kontrabandistësh apo trafikantësh, po nuk kemi asnjë provë. Paka shumë kjo është ngjarje e timit. Si thua do ta marrësh përsipër apo? Çështja është mirë delikate, sepse ju kërkoni të gjeni atë që qëlloi Flori. Ndërkohë që vetë Flori është në kërkim. Dhe u gjeti plagosur duke tentuar të largohej nga Shqipëria. Kjo është e vërtetë. Gjithatë unë mendoj që e para nuk ka asnjë shenjë si provë që ai të jetë implikuar në të rrjet trafikantësh. Mendoj se ne mund ta trajtojmë thjesht si viktimë. Nuk ka rëndësi kjo. Po ta marrësh përsipër mbrojtjen e timnipit apo? Po vetim tash sa jemi shoh një fëmijë në fakultet. Unë nuk i hyj një gjyqi nëse jam i bindur që të paktën 80% e fitoj. Sigurisht. Kjo është arsyeja që zgjodh aty sepse e di shumë mirë dhe i njoh hapësitë e tua. Po sigur të krijohet një keqkuptim me një shtetu. Sepse unë sa po mbrojta Didin, kjo është e palës tjetër. Ti e di më mirë se unë se cila është detyra një avokat. Për një avokat rëndësi ka që të fitojë çështjen. Ka rëndësi se cili është klient. Tash më thuaj do ta pranosh mbrojtjen e timnipit apo? Përderisa ti po insiston, ne jemi miq dhe unë nuk mundem të kundërshtoj. Por po të them që çështja është mjaft delikate. Është shumë e vështirë për të vërtetuar pafajësinë e Florit. Megjithatë, unë do bëj çështje e mundur. Faleminderit. Ka edhe disa rrethana tjera të cilat mund na ndihmojnë. Do flasim shtruar njëherë tjetër, mua do më falësh se kam një gjyq nesër me shumë rëndësi. Kështu? Po ti numrin tim celularit e ke, kështu që kur të duash mund të komunikojmë për çdo gjë. Që nesër. Dëgjojmë në telefon. Hajde, mirupafsh. Mirupafsh. Zoti Betim. O, gazetari, hajde. Ullu. Në fakt, kisha një dy gjëra për biseduar, prandaj kam ardhur. Dëgjoj, ti ku jemi parë bashkë, po emri nuk më kujtohet. Unë jam Adi Darda. Punoj në një gazetë bashkë me Kolin. Po, tani më kujtohet ke ardhur bashkë me Kolin në zyrë për atë shkrimin rreth Florit. Në një farë mënyrë unë jam një farë dublante i Kolit. Vetëm ki kujdes mos pësosh atë që pësoj Kolin brem. Ky celulari Kolit. Mbaj me vetën mos marrë dhe një nga ta mafiozët.
Numri i erës. Mbesa ka një 4-5 herë që merë. Kemi një interere. Akoma në zje. Megjithatë jemi të bindur që rraja ka ndodhur për shkak të shkrimit me zë. Kjo është As nga shkuar ndërmend fare ta. Nga ishe? Kisha pak punë. Interesante është çdo gjë donin dini. Ua na fal, pse as nuk duhet të të pyesim tani ty? Duket se unë nuk të pyes kaq shumë. Urdhëro kafen, urdhëro. Faleminderit. Ku ishe? Do ndesh të pjeshet të kafe? Njëri i çuditshëm. Jo, njëri i çuditshëm je ti. Ashtu duket mund ty e çuditshme? Po pse kështu? Dgjoj Lola, unë nuk dua të ngacmoj. Po jam shumë e shqetësuar për ty. E di që e shqetësuar. Ty diçka të mundon. Era me të vërtet po mundon diçka, po çrëndsi ka kjo tani. Si më çrëndsi ka, po robi e thot një fjalë të paktën mua të më kishe thënë. Unë çdo gjë që kam patur me ty e kam dar. Lola, kam frikë, kam shumë frikë për ty. Jo shët, sepse unë e di ku ke qenë ti sot, shët thot. Ti më ke ndjekur mua? Unë e di ku ishe dhe kë kërkoje. Unë nuk isha asgjë kundi? Edhe nuk kërkoj asnjëri. Ti ishe në një klinik. Në klinik? Po, tentove të hyje, po nuk pate guxim. U ktheve përsëri dhe e gjete derën mbyllur. Ti gjoj këtu. Ty nuk ka ç'të duhet. Ku shkoj unë? Edhe çfarë bëj unë? Morë vesh? Po? Tek ajo klinik është doktoresh një shoqja ime, Miranda, që ti e njeh shumë mirë. Edhe unë shkova të takoj. Unë e njoh Mirandën, po ti nuk vajte për shoqe. Çfarë do të thuash ti me këtë? Ti ishe e zverdhur, driteshe e tëra, ishe shumë e shqetësuar, këtë dua të them. Çfarë dreshin keshim e qepur si hije? Se ti më gënjen. Unë gënjej ty? Po, nuk na thua të vërtetën. Mos duhet të them gjë, era, çkoj pak. Jo, atë nuk duhet ta thuash, sepse ti e di shumë mirë ku e kam unë fjalën. Se po na luan mend të gjithëve, çfarë dreshin dojen atë klinik po të pyes edhe një herë. Unë më zërin. E po çfarë dojen klinik atëherë? Shkova të takoj Mirandën, shoqen time, sa herë duhet të ta them unë ty. Edhe unë ta thash, ti nuk vajte për takuar shoqen tënde Mirandën, pse na gënjen? Se në atë dreq klinike bëjmë vizita dhe analizat e sidës. Ti e çmendur? Po mbase dhe jam çmendur. A mi falje, çmendur? Po mbase po të them dhe jam çmendur. Po ti çfarë doja aty? Unë mbas teje ti çfarë doja aty? 100 herë ta thash. O zot, prap me Mirandën kjo. Mua vetë është e ndyrë, marrë vesh? Mirë.
nisej, doli nga Tirana. Po, unë nisë, shef. Unë nisë të mëgjesë. Dhe për sola vetë. Po si o bëri do të rejt aksia i kështë e vajdo përveç të e? Po, nisa po këtheva se e kishe të vështirë. Qëfar të thosha më në ta shaja që më hapi gjithë të të lashe, apo të thosha mas qaj kokën se mirë o bërë. E diti se në shfar gjendje jam, pa pse si kujton ti, nuk kam dërhyrje, nuk kam këshënime, nuk kam të gjitha këto ciklete. E di. Sa ti e dhonë një dru, po mua më djegin gazetën, më vënd dinamitin. E di që më tha Koli para se të ndajshim? Në qovë se unë e rizikoj kaq shumë këtë punë, ma mi letë më bëshojnë nga puna. A që më qanë kokën ti dhe i bashkë. E kush e tha këtë? Dikush nga redaksia. Atë punë e di unë, se kam gjithë ditën që merë me këtë unë, e mësjet me përduar. Qa është e? Për gënjështërimi, duan që të bëtohet nesër kjo. Kush? Ata horat që ranë Kolin, ca tjerësi për atyre, edhe ca tjerësi për atyre të tjerëve, po unë nuk do të apotoj, mërë, jo, nuk do të apotoj, nami të bërë. Shef, o shef. Igor, thashëni. Harik! A të shkrim që pa ta filluar unë bashkë me Kolin do ta përfundoj vetë. Do të mbarosh ti. Ore, merë veshti se që bëhet këtu apo jo. Ti që kokën ati tjetër ke dhe ti se mos. Shkrimin e kemi reklamuar, nuk mund të njemi lexuesit. Nuk të njemi lexuesit, po unë çfarë të bëjmë, nga të jam baj. Hero më shumë qaj kokën. A i ka për të bërë shkrimin, edhe unë do t'ja patoj, po, si. Adi! Adi!